Dhe ne si banor për ndjejmë veten të diskriminuar pse mos me ushtru kjo rrugë. Rruga e pa asfaltuar që lidh fshatin e Rimanisht me fshatin Siçev të komunës së Prishtinës, po sjell vështirësi për banorët që jetojnë në atë zonë. Sipas banorëve, kjo gjendje e rrugës po u pengon qarkullimin e përditshëm, ndërsa gjatë sezonit të verës, ata treguan se po përballen edhe me problemet e pluhurit që po shkaktohet nga rruga e pashtruar. Avdyl Musliu, banori fshatit Rimanisht, tregoi se për këtë segment punimet patin filluar para 3 vitesh e që ende nuk kanë përfunduar. Shumë është pengesë e madhe, faktikisht dikun para 3 vite është punue, është përgatit për shtrim të asfaltit, por nuk është shtruar, nuk e di çka ndodhe pse u konë në komunë, nuk konë e pranume si tender që do të moshtruhe, po s'di çka ndodhi edhe momentin. Po ç'është më e keqja që rruga është dëmtuar tepër në krahasim me atëherë sa kondo unë përgatitet tash është dëmtuar shumë. Janë shem shumë vende edhe pjesa e përmet që kanë janë bajtë, kanë ndra poshtë, kanë çel kanalizimin këton, se tash këtë rron këtë e kanë deformuar krejt, është deformuar rruga krejt, po hyp balta mi rrugë, po bëhet balta më vet kur është koha, kur kjo shina është bërë shumë e keqe. O faktikisht është një segment shumë i vogël, 1 kilometër 800 metra është. So vetura vjen kësaj edhe pse në gjendje kaq të keqe që është, po me kënë asfalt kish qenë shumë më mirë. Kërkesa jote është e vetme. Mund të sa më shpejt me no asfaltu kjo rrugë. Shumë në shqetëson, se ma peshe me kerët, me i dëmtu kerët, me i dëmtu e tana. Dhe të vinë dhe të shohin gjendjen edhe me mujtë sa ma shpejt me kry. Po ne realisht hallin më të madhen e kemi këtë rrugë, sepse është një distancë shumë e shkurtë, po mirë për na paraqet probleme të mëdha, sepse siç po shihni tash verës bëhet shumë pluhur i madh, ndërsa dimrit kur ka të rreshura atmosferike gryhet rruga edhe formohen edhe gropa dhe po kemi problem edhe për qarkullim. Dhe ne si banor po ndjejmë veten të diskriminuar pse mos me ushtru kjo rrugë. Për komunën tonë, për komunën e Prishtinës është një imazh jo i mirë, sepse saktësisht ne prej Prishtinë jemi dikon 11 kilometra largësi. Komunë Prishtinës. Dhe në këtë kohë të sodit, në këtë kohën moderne, mos me qenë kjo rrugë asfaltume, është një imazh jo i mirë për kryetarin e komunës dhe për komunën e Prishtinës. Edhe pse rruga ka bazën e mirë, domthon vetëm për një shtresë të asfaltit ka mbet pa u rregulluar. Besoj që nuk është projekt edhe që kushton shumë, po edhe sado që të kushtoj, jemi banor të komunës Prishtinës dhe na takon infrastruktura rrugore. Besoj që e meritojmë. Ndërsa për këtë, nga komuna e Prishtinës treguan se asfaltimi i kësaj rruge pati filluar në vitin 2022, por më pas punimet aty janë ndërprerë. Sa i përket rrugës lidhëse ndërmjet fshatrave Siçev dhe Rimanisht, ju njoftoj se kontrata për realizimin e këtij projekti ka filluar në vitin 2022 dhe një pjesë e punimeve është realizuar. Hapja e trasesë, gërmimi, mbushja dhe zhavori dhe hapja e kanaleve. Megjithatë, për shkak të cilësisë së dobët të punimeve, si dhe mungesës së sasive të nevojshme për përfundimin e projektit, jemi detyruar ta ndërpresim kontratën. Nga komuna gjithashtu treguan se gjatë vitit 2027 pritet të iniciohet procedura e re e prokurimit për të përfunduar punimet aty. Ky projekt është pjesë e kornizës afatmesme buxhetore dhe sipas planifikimeve aktuale, gjatë vitit 2027 pritet të iniciohet procedura e re e prokurimit, me qëllim të përfundimit të gjitha punimeve në këtë rrugë. Gjithashtu ju informojmë se në rrugë është shtruar dhe ngjeshur shtresa e zhavorit, duke e bërë atë të kalueshme për qarkullim. Natyrisht, rrugët e pa asfaltuara gjatë sezonit veror krijojnë pluhur, ndërsa gjatë sezonit dimëror krijojnë baltë. Megjithatë, komuna nuk mund të pranoj punime të papërfunduara ose punime që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara të cilësisë. Me këtë rast kërkoj mirëkuptimin e banorëve deri në finalizimin e të gjitha punimeve.